Në kremtimin e 85 vjetorit të mallit Martin Cama jena bashku sonde së bashkut për me përkujtu këtë ngjarje. Sot po lexoshëm shtypin e ditës të shkruam edhe me bani për shtypje kur në shtyp lexova dhe një dorë shkrim të këtij burrit shqiptar, në të cilin i shkrute Padre Daniel Gjeqës një letër të i thanë si ja baj Padre, se sot e kësaj ditet në të 4 anë të trevave shqiptare nuk po mlejohen për mu shpërnda librat e mi. Fal një mikut ton, një djalit të Shkodrës, profesor Stefan Çapaliku, i cili së bashkut me 4 studenta të Akademisë Arteve, që njani për tyne është Palali, që e përfundon si mjet edhe studimet e tij dhe që ju kam i këprit të dera, është djali joni i rritur në Shkodër dhe i bajnë urimet më të mira. Të 4 këto 3 së bashkut sonde dhe të bajnë këtë performancë poetike një veprat e Martin Camës.